Fushata e vaksinimit të baktive të imta është drejt përfundimit. Ajo ka nisur në fund të muajit janar të këtij viti dhe pritet të përfundojë në muajin qershor. Vaksinimi i rrëmishit ose kundër brucelozës ka filluar fundi janarit në tufat që kanë përfunduar herët dhe vazhdon deri me 30 qershor. Deri tani është realizuar rreth 25% për arsye të fazës së pjellorisë. Peposhi thekson se vaksinimi të imtave është një proces që përsëritet çdo 5 vjet. Strategjia e vaksinimit qëndron që një vaksinimi i një kafshë rezulton efektive për 5 vjet. Pra, kudim se delja duhet marrë deri në 106, dhe 106 duhet të eliminohet, për supozohet që një vaksinim në gjatë jetës saj është efektive për ta mbrojtur nga sëmundja e brucelozës. Përgjithësi shërbimit veterinar bën thirrje që fermerët të tregohen bashkëpunues gjatë kësaj fushate. Duhet të kenë kujdes, të ofrojnë kushte të përshtatshme afër stallave, afër rrethimeve që vaksinimi ka precizion. Ai thekson rëndësinë e vaksinimit në kohën e dur për të parandaluar sëmundjet dhe për të mbrojtur shëndetin e kafshëve. Pas përfundimit 15 ditë pas përfundimit të vaksinimit të rrëmjish, ftoj gjithë fermerët që të bëjnë vaksinimin e agalaksisë ose hikrit, që quhet shqip. Për arsye, sa koha më e përshtatshme. Në qarkun e Kukësit numërohen rreth 45.000 krerë të imta, një numër që është ruajtur i qëndrueshëm ndër vite.